pilot. Dhe baba im Dilaveri, pra që edhe ai ka qenë antar i shtabit përgjithshëm të ushtrimtarëve të Kosovës. Nëse s'gaboj ka qenë zëvendës komandant, a? Po, zëvendës shefi i shtabit përgjithshëm. Shefi i shtabit përgjithshëm, po. Në atë kohë shkruante merre me shkrime për çështjet luftës në Kosovë, pra ato ngjarje që ndodhin në vitin 98 edhe 97 në Kosovë. Dhe vjen një persona dhe kërkon që të organizojë një takim midis babait tim, Hashim Thaçi dhe Kadri Veselit, erdhën për herë të parë. Dhe për herë të parë jemi takuar me Hashim Thaçin, Kadri Veselin, ka qenë restorant Gjeli në Tiranë. Restorant Gjeli, po. Te rruga Don Bosco. Ka qenë atje ka qenë takimi i parë. Me ta folën për çështjet luftës dhe pastaj më mbrapa vazhdoi takimet, angazhimet deri sa takime kanë qenë edhe para se të themelohej shtabi i përgjithshëm, pastaj kanë vazhduar pas themelimit të shtabit përgjithshëm derisa pastaj filluan ofensivat në 98-ën, pothuajse në shtator 98-s, gush 98-s. Angazhimi i babait në atë kohë ishte edhe më i madh në aspektet të këshillimit ose të këto gjërat që kërkonte Hashimi ose Kadria ose këta të tjerët. Unë për shkak edhe të formimit tim ushtarak, për shkak edhe të njohjes gjuhës angleze në atë kohë sapo kishin filluar kontaktet me amerikanët, pra ata kërkonin të vinin më shumë interesat dhe duke qenë se pjesa më e madhe nuk kishin shumë të angazhuar në këtë punë, ishte një detyrë që më ngarkua mua për të mbajtur një kontakt fillestar për shkak të gjuhës edhe për shkak të pozicionit, pra një oficer ushtrisë shqiptare, pra ngjante më ndryshe se sa dikush tjetër që duke më ndryshe, pra në aspektin më zyrtar, më diçka më ashtu. Dhe pastaj pas ofensivës të shtatorit që mbaroi, pastaj kur rifilloi rigrupimi sërish i ushtrisë shqiptare të Kosovës në tetor në Dorë, atëherë filluan edhe krijimi i disa njësiteve të ushtrisë shqiptare të Kosovës në rrugën e Shqipërisë për trajnime, pra fillimi i krijimit të batalioneve kryesisht ata që vinin nga jashtë, pavarësisht se akoma nuk ishte shpallur thirrja e shtabit përgjithshëm për ardhim nga jashtë dhe qeverisë përkohshme, pra BELLAF për 98-ën. Edhe në atë kohë vinin nga jashtë dhe organizuan 3 batalione u serviteshin në qendrën servitore në Elshan, që ka një qendër servitore. Më përpara ka një qendër servitore ushtrisë shqiptare, por më pas e kishte marrë ushtria shqiptare e Kosovës. Plaku ka qenë atje komandant dhe mbante ai dhe kërkoheshin edhe Xheladin Gashi. Ai e drejtonte atje, Dhe normalisht ka qenë Xheladin Gashi, kanë qenë edhe oficer tjerë nga Shqipëria. Dhe kërkoheshin edhe oficer për trajnim për shu dhe unë së bashku me edhe 3 shokë të mi që kishin mbaruar, se puna ime shkollën e bashkuar, pra shkollën e bashkuar të oficerëve në Tiranë, u angazhuam fillim me trajnimin e trupave të këtyre që krimin e këtyre njësiteve të parë, nuk ishin njësitë të para, pa njësitë të rregullta, batalionet të rregullta, pra njësitë të rregullta, batalionet të rregullta që krijoheshin në rrugën e Shqipërisë, stërviteshin këtu, u pajiseshin me armatim këtu, me armatimin atë kohë, armatimi Bliej, pra nuk ishim ardhur akoma në periudhën e 99-s, të marsit, pas marsit 99-s, ku armatimin më pas na jepte ushtria shqiptare. Deri në fund të marsit 99, armatimin e bleni me fondet Velindja Thorret. Pra ky ka qenë angazhimi, më pas aty si komandant batalioni, më pas to batalionet hyn luftë në Pashtrik, kur filloi Pashtriku dhe më pas kam kaluar nga komandant batalioni aty në varësi të shtabit përgjithshëm, duke unë marrë si koordinator midis shtabit përgjithshëm dhe shtabit amerikan, se shtabit Ke qenë koordinator apo? Se e kinë një nga intervistat tuaja, nëse s'gaboj pa dashur me hyrë në tema të vështira më herë, ku e përmend një vrasjen e banale të një ushtarit nga, nëse s'gaboj, një komandant që quhej Rushdi Saramati. Po, Rushdi Saramati, vrasja ka ndodhur me datë 1 maj të vitit 1999 në Burrel, në qendrën servitore të ushtrisë shqiptare në Burrel, ku po serviteshin edhe forcat e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Vrasja ka qenë, është vrarë një ushtar i ushtrisë shqiptare të Kosovës me origjinë nga Landovica e Prizrenit, se e mbaj më mirë, dhe plagosur 2 të tjerë. Vrasja ka ardhur për arsye banale, pra jo për asgjë tjetër, është një vrasje e cila realisht na kushtoi shumë për arsye se në atë moment diku rreth 250 individ të tjerë, pra që kishin ardhur vullnetarë, që kishin ardhur nga jashtë, nuk pranuan më të qëndrojnë dhe u larguan, sepse normalisht është normale të vjen. Ai u vra thjesht për arsye se normalisht ishin djem të ri, kishin ardhur nga jashtë, pra djem të ri, 19 vjeçar, 18 vjeçar. Ata nuk dinin që ishte disiplina, që ishte rregulli, pra këto gjëra dhe edhe festonin pak edhe zonin pak edhe ashtu. Jo, nuk ka lidhje me shfatërë, thjesht kishin dalë jashtë, ishin larguar pra për një qytet për të parë, sepse normalisht ishte një periudhë që njerëzit kishin ngjuar për Shqipërinë, por se kishin parë.
Momenti, se e ke kallëzuar interesant një moment kur kanë ardhur prind me kërkuat ushtarin? Po, kur kanë ardhur prindrit